Ato të lash me përfundu. Mësëm këthe 20 vjetë mrapa, e kom nija debat, e di qëfar domi madh, edhe i di kanë vështrimet edhe tujat, edhe të njerëzve që mendojnë si të zeni, po të lusë. Nëse jemi ka flasim për, a mundemi mu shkput prej situatës geopolitike, po mdo këtë është ku e mirë me inkuadrua bit hoxhën me internet. Nëse po më të gjëni, përshëndetje. Përshëndetje. Ne rresht, ma pak se një rresht, deri që tashën mandat, ka folë Trumpi për Kosovën edhe ato me Serbin bashk. Edhe në Kosovë është lajmë që disa dit. A jemi ka e të projmë? Mendoj se është moment shumë i mirë për Kosovën. Nuk e di nëse mund të them nëse po e teprojmë ose jo, është fjalë shumë e madhe, po në kontekstin e marrëdhënieve të Kosovës me SBA-t, mendoj se mund të ketë një momentum të ri, sepse po thuhet edhe në analiza tjera që Trump ka një farë qasje ndryshe prej tjerëve, dëshiron të sheh suksese shumë të shpejta në atë stilin e biznes personit. Mendoj se qeveria e Kosovës deri më tani nuk ka dëshmu që është e gatshme për një deal të tillë, çfarë kërkon Trump ose administrata e Trumpit. Edhe është kjo përmendja e Kosovës në kontekstin me Iranin edhe me tjerët është një farë paralajmërimi për Ballkanin. Nëse po thoni ka tendencë ose ka dëshirë me mri dealat shpejt. Tarifat kanë qenë vendim i shpejt për cilit është tërheq. Tentimi me mshelë Rusin me Ukrajinën ka thonë që mshelë për 24 orat konflikt, disa tentime dështime krejt. Tentimi me bo gazën një rivier, një vend shumë të bukur me hotelet mira, po mas pari me hek një 2 milion palestinez edhe mi që tjetër ka, asë që kjo nuk ka funksionu mas mirin bot, edhe jemi të Irani me cilin po thuhet që ka armë pushim i cilis gjati disa orë. A e kam shel ndonjë prej tyne çështjeve shpejt që me